Garda e Republikës nuk do të shkrihet, duket se qeveria u tërhoq nga ky vendim pas presionit të bërë nga disa deputetë të majt. Në parlament, ligji për policinë e shtetit u miratua me 81 vota dhe me nenin që përcakton ekzistencën e gardës. Ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri tha se ligji është një hap drejt depolitizimit të policisë. Byroja Kombëtare e Hetimit do të vendosë një standard të ri në luftën kundër korrupsionit, tha ai, duke cilësuar një hap para edhe ndryshimet që lidhen me gradat dhe rritje në karrierë. Ky ligj nga njëra anë rikthen policinë e shtetit në shinat e meritokracisë dhe e përcakton karrierën jo si rrugë të shtrëmbër ku shpesh qokat, miqt, nderet zën shumë më shumë vend se sa rezultatet për kushtimin detyrë dhe eficienca dhe përmbushja e objektivave në punën e policisë shtetit. Por deputetë të majt, pavarësisht mbështetjes që dha ndaj ligjit, shfaqen kontestime. Duhet bëhet akoma më shumë për përmirësimin e cilësisë së shërbimeve policore, por duke e pas në kujdes të veçantë të përditshëm, të parashëm vetë organizatën e policisë. Ministri tha këtu që janë rreth 6.000 oficerë të policisë që do të kenë gradën e inspektorit. Unë nuk besoj që janë 6.000 njerëz të klonuar me të njëjtin nivel profesional, intelektual dhe përgjegjshmëri ndaj detyrës, ashtu si kundër nuk besoj që janë 6.000 poste pune të njëjta që do të kenë të gjithë gradën inspektor. Si mund të ketë njëjtën gradë ai që mbaron me 10-ta dhe ai që mezi merr diplomën? Diskutimet e këtij ligji shkaktuan mjaft debate në komisionet parlamentare. Disa deputetë dolën kundër shkrirjes së gardës dhe atakuan ministrin e Brendshëm Sajmir Tahiri. Kjo ishte edhe një nga arsyet që disa deputetë, mes të cilëve Tom Doshi, bojkotuan seancën e javës së kaluar, mungesë e cila bëri të pamundur votimin e disa ligjeve që kërkonin 84 vota.